Vazhdojmë me programin, pjesën prekaditorit që më vërë me zotin Balej, lidhur me disa segmente. Ky është një libër, zoti Balej, që ju e keni aty në tavolinë. Është libri i famshëm i zotit Guri, që flet për rreth 40 projektet që janë bërë për zhdukjen e këtij kombi ton, duke filluar që nga vazhdoi vetë zoti Guri. Jo, shoqja është e çuditshme, të nderuar teleshikues. Urdhë dhe libri. Le të themi 10 minutë, nuk ka nevojë ta shoh librin, se i di përmendsh pothuajse se e kanë bërë me zemër, me mendje, me shpirt, që le të themi që në këto 10.000 vjet janë formuar popujt, fiset, kombet në sidomos 2-3.000 vjet të fundit, pavarësisht se këta thonë që nga 1820 kur me që formua kombi gjerman edhe francez, nga Prusia u kthye në komb gjerman e tjerë, dhe kombet e tjerë nuk mund të jenë më para tyre. Kombi italian më vonë, 1850 ca po. Kombi grek, themi 1830. Dhe këta mendojnë, edhe shqiptarët e thonë, u formua komb 1912 e këtej. Ndërkohë që Shqipëria ka qenë komb prej fillimeve të saj të njerëzimit, që është vërtetuar tashmë në gjuhë, në ADN, në ferm, në bujqësi është vërtetuar që në mbretëri të ndryshme. Në mbretëri të ndryshme, dhe do të themi që koha që të paktën nga lufta e Trojës edhe këtej, këto 3200 vjet janë më të studiuara kundrejt shqiptarëve, po shqiptarëve në kuptimin arpnor, ilir, dardan, epirot, kundrejt tyre sa popull, aq edhe kombe, sepse jemi vetmi popull që kemi një gjuhë, fete kemi ndryshme me kalimin e mijëveçarëve dhe shekujve, po si gjuhë dhe si kom, shumë e drejtë, po si gjuhë dhe si kom, jemi ai i pari. Ai i pari, kur tonë ata 8500 vjet, si në atë që quhet bujqësia neolitike, bujqësia e parë e popullit evropian, si në gjuhë, si në ADN, që ruajmë të njëjtin ADN të neolitit, e V13, ruajmë ADN-n e epokës e kohës së bronzit, e bakrit dhe të ekrit. Dhe bile mendoj që shqiptarët me ADN-t e 3000 viteve të fundit para erës sonë, edhe 5000 vjet, ruajnë pothuajse genin shqiptar të paprekur, sidomos edhe në linjën maskullore. Pra vim këto dhe pikërisht pse kanë qenë të parët që në një pistë vrapimi, në maraton, në 100 metrësh, në 10.000 metrësh, gjithmonë i pari sulmohej, ati, ama. Dhe kundrejt gjë, shqiptarëve, arpënorëve, ilirëve i ka ndodhur 40 sulme, projekte bashkë me sulme. Të shoqëruara pastaj me strategji. Projekte bashkë me sulme se si ta shkatrojnë këtë komb. Dhe në pakt, në kombet e tjerë, në popujt e tjerë, në fiset e tjera, ja kanë arritur se nuk e dak, nuk e thrak, nuk i ke këto. Dhe gjuhën thrako e ke ruajnë shqiptarët, gjuhën thrako e lirë, gjuhën dako romake, romane, rumune, e ruajnë shqiptarët atë gjuti. Ka qenë ajo qafë e patës, zotë Guri, thua të shika të qafën e patës. Ajo është, ke shumë drejtë, që pushtimet kaloi, sepse Romaku e pushtoi Ilirin, po ndërkohë nuk gjen një gjurmë në ADN-n. Kjo është trajtuar në emision tjetër, kur në emision të nderuari zoti Demi, Enkel Demi, ku me të vërtetë studimet e fundit nga viti 2012-2023 pas kanë dalë në revistë, dhe ne i zotruam disa muaj përpara, studimet e konkluzionet e 2023 të ADN-s shqiptare. Dhe këta romak që pushtuan Durrës, Apolloni, apo edhe pak sa në Interland, brëndësi prapatoke, nuk ka gjurmë ADN-e. Bile nuk ka asgjurmë kulture të romakëve në Iliri. Përkundazi, ilirët u pushtuan, po i transmetuan atyre si veshje, si fjalë të kryesore, kulturën e vet. Pra, kjo është jo për të çuditur, por si ka mundësi një komb që duke qenë komb ky popull, ruajti gjuhën, fermerin, ruajti ADN-n, të paprekur pavarësisht nga 40 sulme dhe përpjekje për ta zhdukur atë. Dhe këto fillojnë që nga koha e Romës, që janë jo pak, po janë 3 luftra me Romën, kur këto ditë në librin që na ka ardhur si akademi, nuk që nga 3 luftra, këto janë 3 luftra dhe mëdha, po që nga janë 7, 8, 10, 155-ën, në 58-ën, në 6 para Krishtit, në 6 deri në 9 pas Krishtit. Pra janë luftrat pafundme të ilirëve kundër romakëve, që herë merrte Romaku
Romaku Salonën, kryeqytetin në Kroaci, herë merrte Iliri. Pra janë marrë me lufta, nuk e marrë me paqe. Kështu që këto janë sume që pastaj vinë për mua ose për gjithë studiuesit e Europës janë avarët, visigotët, slavët, edhe nga vetë emri slav të jugut, që do të thotë që ekzistonte Iliria me termin jug, me termin slav, po fillimisht slavët ishin sklav, skalafe, profesori tha hibridizim, nuk ka dyndje. Këtë nuk e di, na duhet të studiojmë më shumë. Më mbushet mendja. Unë nuk e kuptova do ta gjë, po vazhdojmë. E ka sqaruar edhe në emisionet. Kjo e kemë në fund, të lutem nxirë. Një fjali të lutem në atë të patës, jo thonë që i qafën e patës, se u alam kështu telespektatorët. Po ajo është që thonë shumë konkluzione, po sidomos se Dit Durami, që pushtimet e huaja në këtë popull kanë kaluar si ujë në shpinë të rosës, pa e prekur thelbin e karakterin, temperamentin, kulturën e shruajtur pra. Edhe bile ADN-ja e sotme thotë që e shruajtur për shkak të kanunit, e shruajtur për shkak të sepse shqiptarët, arbënorët, ilirë kanë jetuar në njëjtën male thonë ata, në të njëjtin bregdeje të palëshuar. Kjo është shumë e bukur. Që ti pushtosh ullqinin dhe përsi ullqini të jetë me marsor ullqinak apo kalariot të Shkodran. E kështë do gjë Shqip, në ullqini ke gjitha gjëra Shqip. Po ti dëbove qamët nga parga, po pra parga është me qemrit e klishter, që kur i thotë, ti di gjë ideologjia, që për momentin thotë jam grek thotë ai, për tjera babai mësoi shqipen sepse bënë trajtime me shqiptarët, po nena i thash një nga ata qamët e klishter, po nena, po sa do ti Shqipërinë dua unë Greqinë. Pra është ideologjike sot. Po ka dheun e vetaj, me emrin grek u nominuan shqiptarët që ishin atje. Tani do bëj 10 sekonda etimologji. Folëm për Atosin, për atë vendin Atos, malin Atos, që ishte mali i Zotit, kështu. Atos, dy fjalë janë shqip. Atos, sepse ishte ati, Zoti. Një, hilandar, që e pra hilandar. Kemi yll, e ata thot shoku jetë. Kemi ylli andar, më burr, ylli ndar, ylli veçuar, si që ishte ylliria këtej, Hellas ishte këtej, hilandar. Janë tre fjalë shqipe, yll, ndar. Një ylli veçuar, ndar, ke parë është si Karabruni ai, kështu. Po shumë e drejtë. E kupton zoti ku? Prandaj. Jam dakord. Konsideroj këto gjëra. Vim të lutem, i keme numra zoti regjisor Kela. Po, i Malli Kadare. I keme në megjithatë i Malli Kadare. Nuk e lexoj dot që këtu, po kjo është një politikë e Çubrilovicit, i cili të sjellim nga Turqia, Çubrilovici. Nga Turqia, që t'i bindim shqiptarët se sa mirë është në Turqi dhe t'u bëjnë lehtësitë e nevojshme me trena, me leje dhe madje, le të kuptohet që jepet edhe shpërblim për të ikur. Kështu është edhe ajo që ne nuk flasim, i fshejmë marrëveshjet e fshehta turko-serbe, Turqia të fitoj disa miliona shqiptarë që i fitoj, dhe Serbia për t'i shkullur nga Ballkani. Dhe është e hidhur kjo që po them, dhe s'doja ta them, ky është një projekt i vjetër për zbrazjen e trojeve shqiptare nga shqiptarët. Kjo është i Malli Kadare, për cilin e shprehur me atë politikë vrastare që filloi me Çubrilovicin në 1937 dhe është duke vazhduar sot. Ai e ka hedhur në nokaut dhe Çubrilovicin dhe Vladan Gjorgjeviçin. Po, është duke vazhduar akoma sot. Atëherë ja si i përgjigjet i Malli Ismail Qemali, i cili thotë që shqiptarët duhen ta njohin historinë, sepse nëse nuk e njeh atë, nuk e do dhe nuk e bën historinë e vet. Dhe kur e përsëritet, thotë ai, përsëritet do ta përjetosh me patjetër, nëse ti nuk e njeh, edhe nuk mbajnë qëndrim ndaj asaj. Nuk është fjala për akmarrje ndaj çana kanë bërë, por për ta njohur, edhe për ta ditur dhe për ta ndalur. Semi faktet e vërteta si kanë qenë. Sepse këto fundit na bëjnë që të shihemi në sy dhe me fqinjët tanë të shihemi në sy dhe t'i themi njëri tjetrit se kush jemi në mënyrë reciproke. Kjo është shumë e bimshme si foto. Sigurisht që këto kanë ndodhur, janë fakte, nuk janë të largëta, janë të ditëve tona, 20 vjet përpara, në luftën që ndodhi me vëllezërit tanë të shqiptarët e Kosovës, ku në një autobus, mirë bëra që afrove, në një autobus, dikush një fëmijë që
qante dhe hypën gjandarmeria apo policia serbe e asaj kohe dhe merr fëmijën dhe kuptohet vetë çfarë i bëri dhe ja solli nënës. Nëna gjithmonë kujtonte se këta do apushonin me vërtet, si ushtarë që janë në mbrojtje të qytetarisë. Edhe e sollën fëmia jote pushoi. Të sheh, imagjinon doti, edhe si punë këtyre skenave janë të shumta, por nuk tregohen raste që shqiptarë mund të kenë bërë të njëjtin gjë. Asnjë rast i tillë. Nuk tregon. Po tregonte një gjyshe. I vran nipin, merre me mend, ti vrasësh gjyshes nipin, ushtarët serb, edhe pastaj ja shkelën me makinë, ka dalë në internet, ka thënë. Ja shkelën me makinë dhe pastaj i thanë i hidhua qënve. Po, pra. I thanë gjyshes për nipi. Kjo është shumë e dhimbshme, kjo që kaloi tani, që të lutem mbaj edhe një sekondë më përpara, regjia, Zoti Kela, mbaj edhe një përpara. Shikoj, kjo është shumë e dhimbshme dhe është fare e vërtet. Që nga autobusi është marrë fëmia dhe i është thyer i vdekur apo i vrarë, imagjino çfarë lloj urrëtie edukohen. Kalon çdo lloj caku njerëzor. Çdo caku që bile kam një shprehje time që edhe Freudi nuk arrin dot të shpjegojë gjëra të padëgjuara më parë. Po çfarë thot një shkrimtar i madh që ju di shumë Leo Freudi që ka ka bërë Golgotën e. Çfarë thot, për serbët armiku më i madh është e vërteta. Ajo e rrezikon ekzistencën e tyre. Po ka dhe akademik serb që pranë tij. Ilustroja me një fjalë gjigande të Shakespeare-it, i nderuar Guri dhe të nderuar miq, që ka thënë çdo gjë e nisur me të keq forcohet me të keq e me dreq. Bukur. Që ka përkthyer i madh i Fanoli, shumë e bukur. Pra, po unë nis një gjë me gënjeshtra, me tjetërsim popullsie, e me tjetërsim feje, e me lavazh mendje, me formatim truri njerëzor, ajo do vazhdoj siç e ka thënë i madhi Shakespeare. Po unë nis me të keq, do forcohet me të keq e me dreq. Që aty që ka thënë Nën Tereza. Prandaj ne themi të vërtetat, të vërtetat që dalin. Nën Terezën kur e ftuan për një protestë kundër luftës, edhe ju përgjigj. Të jetë një protestë për paqe, tha, vi me një kemp, tha. Po protesta që të shtoj luftës lufta, për këtë nuk vita. Se që është protesta në vetë, kundra luftës. Do të thotë që ti deklamon një luftë për ndaluar luftën. Dhe kjo ishte shumë e rëndë, tha në atë kuptimi që për paqe vita, po jo për luftë kundër luftës, tha. Prandaj edhe kjo është edhe një thirrje që u bë shqiptarëve kur e thotë i madhi Petri Truka, poet gjigant i sotshëm shqiptarëve. 100 vjet na është dashur që luftën ta luftojmë me luftë. Pra, një luftë e brendshme pakte nga 1912, edhe ajo ka thënë para disa vite, duke marrë parasysh vitin e para 12, dhe thotë 100 vjet na është dashur që luftës të shpallim luftë. Kjo është edhe në situatën e sotme në Shqipëri, që ne do thoshim të kundërtën. Ne të duhet që para gjërave të mëdha që ka nevojë kombi, ne jemi askushi, ne jemi dikush që mund ta permisojmë këtë jetë, po jo ta shtyjmë me grinda, duke nxjerr vlerat dhe të vërteta. Po eksakt. Në atë kuptim po ti. Po jo vetëm të metojmë pozitivitet. Luftë për luftë, shumë pozitivitet do të marrim duke pranuar situata, duke pranuar që si mund ta luftojmë, por luftimin në thonjza për ta përmirësuar të gjë, jo luftë luftës. Pra kjo është kuptimi dhe i të madhit poet shkrimtar Zoti Truka. Vazhdo të lutem. Kjo është i shprehje një deputete belge kur thotë që është në momentet e një diskutimi lidhur me ç'a bëjnë zakonisht, ç'a kanë bërë në raste lufte, në raste të një emocioni të tmerrshëm negativ të serbëve, kur thotë edhe ari sikur të ma merrnin unë nuk do ta pranoja, ose edhe një ari të pasur të më jepnin, do ta pranoja po të ishe ardhur prej tyre. Pra, kur unë të isha shqiptare, thot ajo, edhe ajrin sikur të ishte ajri, edhe sikur ajri pastër, të vinte vetëm nga Serbia. Pra, sikur ajri të kishte vetëm në Serbi. Dhe jeta ime të ishte e varur prej ti, siç është unë nuk ta pranoja prapë dhe. Po, unë nuk ta pranoja, në aty është ideja. Do isha shqiptare, nuk do ta blija, do të më duke përbuzje ndaj të gjitha viktimave. Pra, kjo ka që indinjuar kjo deputetja belge Marie Lizin, e ka bërë këtë në kohën e luftës së madhe të vëllezërve tanë të Kosovës në vitin 1999. Pra, ka dhënë atë, domethënë edhe sikur ajri, pra gjëja më principale e jetës për të jetuar, ABC-ja e jetës, nuk do ta mirja, pra do vdisja me pak fjalë, që vetëm se nuk mund ta mirja që ande.
Shiko, neve ky mesazh është i vlefshëm. Regjia mbaj një sekond, të lutem, regjia. Ky mesazh është i vlefshëm edhe sot, sepse të gjitha mallrat ushqimor që vinë nga Serbia, kur unë di vetëm një fakt që ka të bëjë me mielin që gatitet buka, dhe ky miell që njerëz të caktuar, bile për fat keq shqiptar tregtar, se ndonjëherë shqiptari, ndonjëherë tregtari për interesat veta kalon gjoku fij të kombit vet, shtetit vet, apo të dimensioneve që karakterizojnë një njeri kombëtar apo patriot, apo qytetar gjanë, lëm të termat patriot, po qytetar i përgjegjshëm ndaj një vendi. Prandaj ka ati dhe ama për familjen dhe atë dhe më mëdhe për vendin. Është një strukturë organizuar, mikro shteti, mikro familja, mikro kombi brenda familjes, edhe një familje më e madhe që quhet atë apo më mëdhe. Pra, këta tregtar. Dhe një më e madhe që është Evropa, të themi që do të bëhet më vonë. Po sigurisht është Evropa, që po edhe globi bie një pikë në këtë që jemi, shiqë që kemi një glob me njerëz pra. Dhe në kuptimin më të afërt tani, ndikimi që ndodh ke shqiptarët me mallra që hynë, që janë e para që janë me shumicë, e dyta nuk janë proporcion me vendet e tjera. E treta janë dalin dhe konkurrojnë dhe janë shumë më lirë se sa politikat, se sa mallrat tonë. Që një politikë e caktuar, ajo që ndodh sot në fermerët grek apo në fermerët francez, edhe ata kanë bulmet. Po s'pakit të gjeshti bulmet angles në Francë që të jetë më i ulët se çmimi, nuk ka mundësi. Por këto mallra që hyjnë nga Serbia me politika inkurajuese nga politika tona, me politika e inkurajuese pra për të qenë më i lirë se malli vënda që nuk ka mundësi të bëj rrugë të jetë më i lirë, po janë politika inkurajuese të qeverisë tonë, qoftë ajo djeshme, qoftë sot me subvencione. Po, dhe se fundit ai e ka, qoftë merr një serb me 100 euro për një lop, ky joni nuk e ka marrë të qenë. Dhe normal që mund të dali më lirë litri për shkak të këtij kontributi shtetëror që i bëhet. Ndërsa neve s'na del, prandaj edhe mund qelloj që të vim lirë, plus te politikat dhe akoma më lirë, dhe prandaj ti gjen miell, bulmet, vajra e gjen gjithë ata nga Serbia që unë dyshoj. Por për bukën e kanë vërtet sepse është një fakt. Ndërsa për tjera nuk e di këtë bulmetin e tjera, po di them që bulmet po të mund t'i bëj thirrje shqiptarëve, nëse doni të blini bulmet, keni teknologjitë tona moderne, nuk kanë ndryshim nga Franca, nga Belgjika, nga Anglia, teknologjitë e 2-3 emrave tanë, po zë emra, në gojë, por aman i kanë parë vetë, mbasi bëra një deklaratë që jo qumshi prur kur shkone këta duhet ta përdorin, kur i kanë parë vetë teknologjitë, sot jam i bindur që teknologjitë tona të qumshit janë më se të sigurta për një produkt që ja vlen edhe vendi, edhe i përpunuar në mënyrë pa ato ingredientë apo arfa toksine e tjera, por në fundit, sa herë ka dalë? Nuk ka dalë në qumësh në bulmet i teknologjive tona me arfa toksinë, ka dalë produktet misër jo njërë, po bëna 3-4 muajve 3-4 herë. Imagjinoni se sa mund të kenë shkuar më përpara. Prandaj, kjo është dhe thirrja që dikur ishte ajri i pasur për atë që nuk do ta pranoja kur, dhe sa unë do të them, ose ne do themi një material që duhet kontrolluar që vjen nga Serbia, që unë dyshoj për qëllimet negative të ulta. Derisa ai ka hedhur bomba tërkohën. Fakti që del misri apo gruri del me arfa toksin, do thotë që këtu ka një letë madhe që luhet në politikat e qeverive shqiptare. Nuk po vëdorën. Ke shumë video në internet, ka thënë dhe zoti Nustrem Plana ka parë videot e tij që të vënë një pikë pyetje të madhe. Po unë do thosha këtë, i nderuar zoti Guri, të nderuar miq, që Serbia nuk blen nga Kosova. Zero, pothuajse. Nuk blen nga Shqipëria. Ne vetëm blem, importojmë. Kemi një raport të jashtëzakonshëm të importit. Një kjo, i propozoj tregtarëve tanë, sidomos rrjeteve të supermarketeve, ta bëjnë siç e kanë në disa vende të botës, që vendosin në çdo mall vendosin flamurin e shtetit. Ky është mall gjerman, italian, serb, shqiptar, kosovar, do thënë i Republikës Kosovës, grek, të vendosin këto. Dhe populli, opinioni të zgjedhë atë që do. Po, shumë e shumë. Talo, e kanë dhe disa markete në Kosovë këtë gjë, mos gabon, dhe shumë mirë. Zoti Kela, kalo ke tjetra. Kjo është papa, unë të shpreje e kam shumë gjanë dhe e kam bërë në hyrje të shtëpisë time Bujtin Berat, ku thotë që populli shqiptar, thotë papa, është një aset i madh
për popullit e Europës. Tha Macroni, ju jeni baza, tha. Aset i madh për popullit e Europës. Kështu që kjo është një thënie. Pra, populli shqiptar. Po, populli shqiptar. Në sajt të forcës dhe rezistencës së tij në kohë vuajtjesh, si dhe gjallërisë rinore, përfaqëson një pasuri për mbar kontinentin evropian. Shumë e bukur. Po gjallëria rinore sot është një vobekësi pleqërore, do të thonë, është transformuar ku i stati jo më shumë se dje ka thënë që 49% e popullsisë, kur e thot ai që është në suazën e qeverisë, nuk i intereson dhe nuk do të atojtë vërtet në kursesiti. Dhe e pranojti 49% e popullsisë shqiptare që jashtë, nuk është më konsumatore në Shqipëri, po 75% e kësaj jashtetit janë të rinj, janë forca pune, janë forca kulture, janë forca studimore, janë forca aktive, janë forca e gjalluse që Papa Francesco e tha 30 vjet, 20 vjet përpara, por amanti ajo nuk është më aktuale sot. Prandaj edhe këtu është një thirrje për popullin shqiptar që të ruajmë të gjallëri, të freski, duke mbajtur, duke bërë thirrje jo si shumë syresh që kanë në dorë një televizion apo një publicistik të caktuar që unë mësoj djalin gjermanisht, anglisht, se si të më iki nga Shqipëria. E para njerë, që pse ka koncept, për qoftë se ka, pse duhet ta shprej për të mbaj për vete. Si kemi rastin e një biznesmeni, s'ka rëndësi emri fare, sepse nuk është një, po janë disa biznesmen, i cili vërtet edhe thot që s'ka ndonjë gjë. Edhe në Spanjë ta ikin 2 milion mjekta dhe vinë 2 milion nga Amerika Latine. Po ndërkohë që Spanja është 60 milion. Ndërkohë që mund të ikin Italisë 1.500.000, por Italia është 90 milion. Pra nuk është e ikin 90 milion italianë dhe erë 90 milionë të tjerë nga vendet e kontinentet të botës. Ndërkohë që këtu, qofse ikin 2 milionë dhe vjekan 2 milionë, atëre kemi bëj me një politikë shformuse, jo formuse, shformuse, me një kombë shformus, me një vëndër i shformuar, i deformuar. Pra nuk kemi të bëjmë që tu të ikëm 10.000, 50.000 dhe të zësove me punëtor. Ti po flet për 2 milion. Për 2 milion, thua ti, një biznesmen që po ta krahasosh me të njëjtet ratë karakterit të biznesmenëve shkodran të viteve 30-40, ata investonin se si të bëhesh kombi. Nësa sot ti të kërkon fitimin, por që të zhbehet kombi. Kjo nuk është, për mua nuk është politik. Pra dhe njëna qëllimet e misionit tonë është pikërisht kjo që të bëhet kombi, të forcohet. Si që edhe unë nuk e di për ty, po edhe për shumë të tjerë, unë dalë me testamenti, djalit. Qa do që tjetë i shkencëtar bje fjala për i çështje të caktuar oqeani apo deri, Shqipëria e ka vendin e këtu, dhe këtu të bëj në mos klasë politike, të bëj përpjekje e një aktivizimi qytetar për formuar një mendësi ose Shqipëri mendojnëse quhet ndryshe. Shqipëri mendojnëse me rregulla të reja, me standarde të reja, me jo luftë për kundër luftës me njëri tjetrin, por paqe dhe dashuri për të bërë diçka të mirë për vendin. Pra kjo është thirrja që bëj edhe djali, po edhe shumë tjerë. Vazhdo të lutem. Shikoj sa shpreh bukur. Tunja tjetër atë. Është bukur këtë, zoti Bal. Vetëm në shqip është. Vetëm në shqip. Edhe është fjalë që ka hyrë në Esperanto. Edhe kur do ta thuash atyre të huajve që vinë ke Bujtina në Berat, edhe kur thonë mua nuk e thon dot kur një. Se thon dot kur. Po i them me një fjalë tunja tjetër, në gjuhën angleze përkthehet me 5, 6, 7 fjalë. To live as long as much as long. Pra, shikoj fjala të ngjatë tjera, ta përkthesh në gjuhë frëngjisht apo gjermanisht apo anglisht, kërkon minimumi 6 deri 7 fjalë për të lënë kuptimin e che la tua vita sarà più lunga. Po, la tua vita, bravo, italisht. Në anglisht to live as long as, 7 fjalë. Kështu që sa e bukur është. Dhe kjo është fantastike. Dhe kjo është edhe një thirrje, se jo pa qëllim e kemi vënë këtë. Kjo është edhe një thirrje për gjithë ata besimtarë, dakord, me respekt pa kufishëm ndaj besimtarëve musliman, po dakord që ai në ambiente të vetat edhe mund ta përdori Eleqi me selamet, dakord. Po kemi Shqipen tonë. Po e ka më të bukur, nuk e sëndo, sepse është shumë e vjetë, është 10.000 vjetë, si shprehje, që kur lindi gjua. Po dhe urimi më i mirë që mund të bëhet tjetër. Tunja edhe urimi shumë i bukur. Ndërsa ajo Eleqi me selam, por ta përktheja Gronda Lipa i ti edhe unë, ajo përsi e ka burimi Shqipe.
Aty ven ato. Zoti të shefesh ajo. Zoti, ale, Allahu ylli të shef. Do të përqendrohem çike. E kam bërë, por nuk për ky qëllimi. Qëllimi është që do doja që do ishte leta përdorni si shprehje të dytë, po si shprehje të parë më të bukur, më kuptimplote, më domethënëse, më shprehje e shëndetshme, që të shpreh me një fjalë të vetme gjithë sigurinë e takimit, edhe është fjalë që unë s'kam gjë me ty. Kur ti jep dhe dorën ai, do thotë që unë e kam dorën pa kam. E kam të bosh të sinqert, të shtrëngon dhe dorën, të takon dhe me cepin e kokës, jo puthet si janë këto rregulla sot, puthet buri me burri. Për turva, ose buri, ose një profesor puthi studente. Për lërë ti 60 vjeç që bështyma jote do puthesh një studente të re. Për lërë takoj me cepin e kokës. Që më the ti më kujton çik një skulptur që kemi nxjerrë dhe këtu në një bazorelief që shkruan Besa poshtë. Që janë dy perëndi duke u takuar me një tjetrin. Besa. Edhe shteti fqinj Jugor i thoshte Vesa. Besa ti është fjale pa përkthyer në gjuhë të botës. Nuk është promis. Po, nuk është promis, është institucion. Është institucion shumë e lartë. Besa, tunjetjeta, palinderit, janë fjalë institucionale, janë shumë të larta. Nuk është fjala ajo friend, mikë, nuk është amiko, nuk është si miku në Shqip. Nëse amiku është një institucion, sepse ka karakterin brenda, ka pritjen brenda, ka atë që ti i ofron bujtinën, i ofron sigurinë, e përcjell deri ke guri kufirit të pronës tënde, mund të nxjerrësh djalin kur erdhi Gjermani, ai nxori djalin, sepse ishte Besa, ka kod familje, ka kod nderi Besa, ka kod buri. Pra, janë librat e kanunit që buri, gruaja, familja, gjithë ato përmbledhen Bes. Sa e lartë. Kujtoj edhe një diçka, zoti Guri, tani të shpejt. Ciao thonë italianët. Po. Ciao. Po spanjollët thonë sieo. Sieo. Të që ne themi për ditë, sieo, Sazam. Sieo. Ma tha një miku im në Spanjë. Sieo, të pasaj shkurtohet ciao. Po. Që nuk ka kuptim në gjuhën latine, në gjuhën ato. Edhe kjo CEO në spanjisht nuk ka kuptim, po ka vetëm në Shqip, o zoti Guri. CEO. Po në Itali sot, në vendet që kanë një trashëgimi i lidhën si Venetët, Venecia, Rimini, vazhdo Ancona, gjitha këto janë trashëgimi peonët, edhe akoma ta thonë sot bon ditën. Bondi, thonë ata, po. Bondi, po e thotë edhe të shqip ditër. Bondi, do të thënë, po, dita e kanë di. Di e kanë ata. Dit, në shqip. Edhe kur t'jep në gjë, ai vazhdo tjetërën. Në farmaci thotë, për shembull, një kokër al di, një kokër në ditë, do të thënë. Po. Vazhdo tjetërën, zoti, ke tjetër. Zoti Kela. To shta mbaruan? Nuk mbaruan. Po. Në Kosovë nuk ka kom kosovar, as nuk ka gjuhë kosovarishte, por ka kom shqiptar i pandar në gjuhën shqipe. Kjo është një lloj, edhe kryeministri jonë ka ngatuar këtë, ku ka thënë kom kosovar në një nga takimet e veta në për këto rangje të Brukselit apo ndërkombëtare, dhe kjo është që do të bëj kudes gjo shqiptarët. Ta ketë qartë mëndit, ka vetë një kombo ku zonja Demi thotë që komb është ai kombi që të bëhet ty në Gryk i lidhur, pra. Edhe ne themi sot, kam një komb në Gryk, pra komb i lidhur. Dhe është i vetmi popull në botë që është i lidhur si një komb që është 10.000 vjet, sepse përdoret një gjuhë, pastaj ishte Dardandi, ishte Epir, apo ishte Ilir, apo ishte Pelazg, apo ishte Mesopotamas, apo ishte Maqedonti dhe Thesalti, sepse të gjithë vishin njësoj. Kishin prerjen e flokëve, Thesali, Maqedonsi, Epiri ishin njësoj. Dhe prandaj quheshin gjithë të popull që përmenda, not Greeks në kohën e Helene, midveçarin e Ekrit. Po më përpara ishin Pelazg, ishin që të gjithë që flisin një gjuhë. Pra ky kom si sot jo se u tret, po u detyrua të mblidhet deri të jetojnë nëpër male, që sa që e vërteton ADN-ja e bërë nga shkolla e Harvardit, nga njerëzit më të fuqishëm
të studiuesve të Harvardit, siç është Josif Lazaris, i cili është shprehur që kam dashur të studioj rrente e fisit timta, por po të studioj edhe në çikta mund të dalë që jam dhe unë arabnor ose shqiptar. Thotë ai pra në Harvard. Ai mund të jetë në origjinë greke se duhet nga emri, Josif Lazaris. Po me origjinë greke të themi janë gjithë arabëreshët më burr. Se janë gjithë arabëreshët, edhe janë gjithë shqiptar. Vazhdodi. Po më, bravo, nëna George Washingtonit ishte një shqiptare nga Peja. Po, këtu kemi me zëm duket, Me kemi me zëm, nuk ka problem. Ky është studiusi, po janë dy. Ky është studiusi shqiptar që ka bërë këtë libër, ku ka gjetur dokumentat, po ndërkohë është edhe jetëshkruesi i gjithë presidentëve. Po ky libër ku ekziston? Ky libër ekziston në Amerikë, po. Ekziston është në Amerikë që ka bërë studim. Po do ta gjejmë, do ta sjellim patjetër. Amerika me rein shqiptar, ja të kem. Amerika me rein shqiptar. Rasim. Ky është me origjinë çame, Rasimi, edhe ka bërë këtë libër që i është dashur popullit shqiptar sepse kur e kemi thënë dikur në 7-8 vjet përpara, edhe shqiptarët na nxorën me mosbesim doshta. Me mosbesim shumë të madh. Sepse janë bombarduar aq shumë shqiptarët nga presionet e jashtme, qoftë ato pushtuese, po qoftë edhe nga brenda vendit, me negativitet, janë bombarduar me negativitet. Dhe nuk beson dot në forcën e rrejve të veta. Nuk beson dot më dha. Që të thuash që ç'nea i merrën shqiptarë me. Që të thuash që Napoleon Bonaparte me 2-3 argumenta dhe mund ta vësh dyshim. Po qofse djalin sot 42 janë dhe 5 të tjera të reja, 47 argumenta, dokumenta, thënie që ky është shqiptar e bi shqiptar, si mund ta vësh akoma në dyshim? E njëjta gjë edhe për George Washingtonin, e jema Maria nga Sinica e Pes. Si e kishte emrin Maria pa? Po Maria, ka emër më të bukur. Bala më. Maria Bala, po falenderoj, Maria Bala. Po i bie tamam Bala Balbra. Gjej Balsha i Balla janë, e kupton? Dhe shkon në Angli, në Skoci, nga Skocia në Amerikë, martohet me teatrin e George Washingtonit dhe po ti vësh re ka një lidhje të madhe të presidentit të Amerikës me popullin shqiptar. Kur vajti në Tereza, që i thotë Bill Clintonit, mbroje popullin e Kosovës, se është populli im, thë. Pastaj shprehjen e dytë, mbroje atë presidentin e Kosovës, se është presidenti im, tha. Edhe Bill Clintoni hapi sirtarin dhe unë i kam ato dy faqe i shkrimi edhe më shumë bilet, 2-3 faqe, të George Washingtonit, tamam itinerari që thot profesori tu zoti. Shumë interesante, botoj. Po, i kam pëtuar. E kenë librin e Pirit, e Qamërisë, i kenë libra ato, e ke albumet e mia, janë gjithat pasqyruara. Po njerëzit e lexojnë pak. Po megjithatë, duam të themi që George Washingtoni, themeluesi i Shteteve Bashkuara të Amerikës, i cili formatoi nga pikpamja konstitucionale këtë shtet, dhe është me origjinë, gjysma e familjes si, është origjinë tipike dardane e viteve 1700 që është Maria, Maria Bala, edhe emër dhe mbiemër pa Bale. Bala, po shkosa koincidencë zoti Guri, domethënë mama e George Washingtonit ka mbiemrin e babait tim, kurse George Bushi ka mbiemrin e mamas time. Po, Bush, George Bushi, po ne Bushi i themi busheve, i themi shkureve të vogla. Dhe jemi Bush është shumë i prapë, por edhe për këtë. Mund të bëjnë, unë e pranoj që tjetri mund të bëjë dhe që së ndira dhe pak gallat, po në krahasim me vlerën e shqiptarisë që del, për shembull George Bushi. Një dibrani ka pranuar që ka origjinë. Ne jemi shqiptarë, por nuk e di kur kemi vajtur në Amerikë. Edhe ky djali e ka me video, unë e kam këtë gjë, edhe videon, edhe firmën, edhe shkrimin që ka bërë. Ne jemi nga Shqipëria, George Bushi, por nuk e dim kur kemi ardhur. Dhe ky djalë është dibrani, inxhinier, takuar me George Bushin në Korfuz në vitet 97-8 në këto i madhi, George i madh. Pra, nuk duam të themi që çdo njeri mirë shqiptar jo, por ky popull duke qenë shumë më i madh, shumë më shtrirje më të madhe, edhe ne jemi të fundit e mohikanëve që kemi mbetur. Dhe kanë nxjerr personazhe të jashtëzakonshëm. Dhe kanë nxjerr personazhe për fund të jashtëzakonshëm. Po për shembull, të bën çuditë po ti thua shqiptarëve që Picasso lindur në Azinë e vogël, po me gjysmë nga Çamëria. Të bën çuditë kjo gjë. Ti se pranon dot kurrë, po është Le Monde, gjithë revistë në botë. Është revistë Le Monde.
Edhe e thot, frëngjisht, pasi flet 17 faqe, 18 faqe për Shqipërinë, që nga gjësia geografike, sa metale prodhon, sa ujë ka, qeveria e mbretit, qeveria e Enver Hoxhës, po që është Skënderbeu, po edhe Napoleoni aty e kam gjetur për parë, që Napoleoni me iku nga Kllogi, fillimisht ishte Kalemiri, vjen nga Kain e Mali, që shkojnë Korsikë e tjera. Po aty, që ku poshtë, për Nën Terezën, po se po që pranohet, thot për Picasson. Ti nuk e mendon dot që dikush ta pranoj që Picasso ky piktori madhi edhe të jetë me origjinë shqiptare, edhe dy penelata aty bëjnë 50 milionë euro zoti. Lindur në Azinë e vogël, Majno Razia në frëngjisht, por me origjinë nga Çamëria. Ose tjetri aktor i madh francez, Jean Marais. Jam tha që thot ai thot vet, nuk është në këtë revistë, thot që jam tha kleftaj, na thyntaj, që i vitja tujve atë që na i vite si pushtuesa, por me origjinë jam Papa Diamantos nga Çamëria, nga Epirit. E thot vet, e thot në televizion. Po në televizion, unë kam gjitha këto dokumente, këto filma, jo për të thënë që Robert De Niro. Po Robert De Niro dihet botërisht në Sanremo, që thoshte jam gjysmë, jam half Sicilian, half Albanian, dhe ajo e ndërpriste, edhe ai thoshte prap half Sicilian, half Albanian. Pra, ose Danny DeVito, aktori komedian, prindet e mi flisin gegnisht, shqip i thoshe, geg, ti e geg. Pra, shiko se sa Giorgio Armanin. Pra, Giorgio Armani pra iku 1616 nga Shkodra. Po puna është që do ta thoshte profesori i nderuar Fullum Gjufi, do ta thoshte ai pra. Në fakt, për thënë të vërtetën dhe unë atë besova kur e tha Gjufi. Shoku nuk e beson, dakor? Nuk e kisha dëgjuar nga ty, nuk e kisha dëgjuar. Po jo më kanë libër të shkuar pra, ke libër e Piri Pellazut, Çamëria, ke aty Giorgio Armani, 1616. Me fjalë ke thënë para zotit Gjufi. Po shumë herë para edhe për Napoleonin dhe s'kan çik kjo. Unë nuk jam nga ata që unë dëgjova na ai dhe më bë qefi, po. Unë, si punë ati, unë jam komunisti 41 që thaj, po unë jam komunisti 36 thaj. Si jam unë për të gjera, kur në kur. Unë jam që pranoj edhe... merita i ke zoti Guri. Më falë, unë pranoj edhe në një qesendisi, e pranoj edhe. Pa aman të shpërndahet, vlera, editorisë, për kombi shqiptarë, e pranoj edhe. Sepse vjen e vërteta dhe të tregon që ti e 2-3 herë i fuqishëm, që edhe ka përballuar atë lloj qesendisje, po edhe të ka dalë e vërteta punon, por nuk mungon. Mund të thonë që nxorën gjithë shqiptarët në këtë po. Fakte dhe argumenta. Vazhdo të lutem, ke edhe një dy tjera. Shikoni që skene. Këto llaktarit e luftës Kosovës. Shikoni që skene dhe. Këto janë për treguar që me popullin shqiptar ka ndodhur Golgota, ka ndodhur eksode, ka ndodhur ekzile, ka ndodhur barbarizma ndaj këtij populli dhe prapë janë përsëritur çdo 50-60 vjet. Për shembull, ne bashkë kemi nxjerr pamjen kur Enea merrte teatrin në Krah. Dhe 1900, kjo i bie 1110. Para erës sonë. Kohës Trojës, para erës sonë, kohën e Trojës. Enea, Ankiti, shoqja dhe fëmija. Dhe Askani, eksakt, Askani 5 vjeç. Jo, e shoqja i humbi aty gjallu dhe u martua me vajzën e mbretit latin. Po çfarë si e ka për pikturë, ishte një grua. Dakor? Tani e njëjta gjë, 1999, tamam rasti që po jemi, ishte një djalë në këtë moshë, në 40 vjeçar, me baban të hedhur në krah si Enea, a dhe gjeti si Enea, me një zonjë me gruan në këtë rast të Kosovë, edhe me një fëmijë. Atë si mund të përsëritet historia kaq identike 3000 vjet mbas. Pra, edhe këto raste, këto të kujtojnë sa luftën e eksodin në luftën e Trojës, 1190 para son, të kujtojnë eksodin në 167 kur Romagu u tregua barbar me Ilirët, me Gentin. Pastaj të kujtojnë eksodet e ardhjes të avarëve, të visigotëve, të govëve, të hunën në 548, që Iliria atëre pushoi si ekzistuari, por një popull që mbjetoi dhe doli arbor në 1054. Pastaj të kujtojnë luftën e Shkodrës, rrethimin e dytë të Shkodrës 1479, që luftonin që Mehmeti, sultan, trembesh, se si mund të luftojnë në Kem me camburoja bronzi, edhe si mund të luftojnë në Ktaluan si luftojnë në Kem, 479. Pastaj vjen Shkodra e 1913. 2.000-3.000 luftëtar kundra, si shton 300.000 që i rrethuan. Po, eksakt. Edhe thonë
që u masakruan rreth 40.000 atje rrethues. Dhe vjen Shkodra 1913 në atë rrethim, në atë serbo-malazez, në atë bombarduan në mënyrë të tmerrshme. Po, edhe shkodranët nuk u dorëzuan, pra shikoni ç'a përsëritje e historisë. Pastaj vjen në Kosovës. Po këtë vjen në Çamërinë. Po vjen Çamëria disa herë. Është 1855 në kryengritja, uzurpimi ose sulmi i parë ndaj Epirit, ndaj Çamëve 1855 që nuk e thon këta. Është 1878. Libri i Arben Kondit. Arben Kondi, po e përshëndesim. Arben Kondin, Pilati i kam lexuar, 1855. Sot vrasja e dytë e Marko Boçarit. Eksakt, është 1878 në kohën e Lidhjes Prezeni që Abdyl Frashi thotë, edhe nëse lëshojmë do diçka në Kosovë, nëse ai Piri i njohur është. Këtë kam kapur si shprehje. Mundet të lëshojmë në një si ishte kongresi më do thosha më shkatrimtar, më gjakpirës, më që e deformoi Shqipërinë, që e çoptoi tamam si ajo si kjo, tamam kështu. Si ajo karikatura që në një revistë austriake të poshtë. 1878 filloi pikërisht karikatura në Shqipëri. Njëri kap në këmbët, njëri... Po, dhe pastaj vjen eksodi 1990 që pra një popull që ka duruar 10 Golgot, eksod, ekzil. Që ka tjetër terma të kësaj natyre? Ja, ku i keti projekte të tëra për shkatrim. Kjo është e gjitha dhe kjo ngjarje. Shikoni Joschka Fischer, ministri i jashtëm gjerman, kryetari i Partisë Zgjelbër gjermane. Që ishte një atletë të bardha. Ne nuk guxojmë të lejojmë të ndodhë genocidi ndaj një populli në Europë, kur ky popull ka pas civilizim para 3000 vjetë, ne atëherë kemi jetuar në përdrujnë e në përpyetje. Vërtet e ka thënë kështu? Fredo. Qoftë se ti e vën dyshim ti zoti Balej, unë e parë që e dëgjoj. Vazhdo kërkova, unë kërkova gjeta, vazhdo. Po, e ka thënë ai, Po, po pyetje që vazhdo me tjetër të lutem, vazhdo, jo është Fischer. Kryetari i Partisë Zgjelbër gjermane, kur bëri ministri i jashtëm, në vitet dikur në 90 ca, edhe ka thënë këtë shprehje dhe e ka lënë si magjik këtë shprehje. Vazhdo të lutem tjetër, vazhdo të lutem. Kjo do jetë për rastin kur të vi profesor, ja si ka qenë Luginia Preshevës. Ja Luginia Preshevës që sot që nga nishin Mall dhe Kuqe. Që në 1878 u masakrua zoti Guri dhe të nderuar, u masakrua. 10.000 pjesë dardanistë, kilometra katror. Por 700 ca fshatra u masakruan në mes të dimrit, një anë në shkurt. Po, që prodhuan muaxhirët. Po shikoni sa sipërfaqe, 10.000 kilometra katror afërsisht sa gjysma e Shqipërisë. Ka ikur me një vendim të 1878. Ja. Vazhdo tjetën të lutem? Me një trenën të lapsit të vëlla. Me një trenën të lapsit. Jepja këtyre ta ken, se ju duhet. Vazhdo të lutem. Këto janë studiuese akademik të Republikës Serbe, të cilët mbajnë qëndrime, në këtë rast thotë që Kosova thotë ta kemi qartë thotë, nuk është Serbi thotë. Mbaroj ky përfundim. Po kam dëgjuar këtë zot. Mbaroj tregimi, po ky është akademik. Edhe kishat e ato thotë janë transformuar. Ata s'duan të jetojnë, tregimi i përfunduar thotë, mbaroj thotë. Këto janë gjëra të përfunduara, të konkluduara. Kosova nuk është Serbi, fund, pikë thotë. Pra, është me këmbë në tokë. Me këmbë në tokë, pra, 3%, 3% serb. Ka kërkojnë nënën e babanat, riftuan 20% të teritorit të parlamentit. Edhe thekson fort, Kosova nuk është Serbi, tregimi përfunduar dhe. Kosova është shteti i pavarur, pranojnë dhe. Në Kosovë jetojnë njerëz që s'duan të jetojnë në Serbi, pranojnë dhe. Tregimi përfunduar dhe. Pra, nuk është i zakonshëm, është një nga studiuesët më të mëdhenj Kurajos të Serbisë. Vazhdojnë tjetër të lutem? Edhe i drejt për drejt, i vërtet. I drejt për drejt, po. Nëse ky është një rast tjetër, përsëri studiues i madh. Gjithçka boll kemi marrë thotë. Nëse shohim se prej nga kemi filluar thotë, mbaj çik. Në shekullin 19, ato që tha profesor, ja dhe Serbia, mbaj lutem, Pashalloku Beogradit. Ne kaq se kemi marrë thotë prapë duket e vogël thotë. Nëse shohim prej nga kemi filluar, nga Pashalloku Beogradit dhe sa larg kemi arritur, nuk është pak thotë. Kemi marrë gjithçka nga shteti Arbnor. Shteti Arbnor. Shikoni. Se unë e di që gjithë e kanë truar të mbyllur. Ne na duket e vogël, jemi pak kënaqur. Po ja, atëherë është bërë, po. Në shekullin 19 Serbia ka të fishojë territorin e saj, pra 1800 deri 1900 Serbia është ka të fishuar thotë. Çka kërkoni më thotë? Pa kemi marrë thotë?
Do t'jemi të kënaqur me këto, po jo, janë 2 shtete si kjo në veri, për cilën po flas. Dhe ajo në jug me 10 studiues europian që nuk kënaqen duke aneksuar toka shqiptare. Dhe më e fortë është se janë shqiptar shumica e tyre o zoti Guri. Kjo është. Në vitin 90 humbjen Kreta atë për cilën luftuam gjatë 2 shekuj. Ne luftuam 2 shekuj ta e pyet gazetari që ta mbanim Kosovën, por ne e humbëm po, dhe luftuam 2 shekuj që na iku dem. Po jo e luftoj, po e masakruan. Përgjigjja është pak e fituar dhe gjithë shekull 19 e 4 fishuari dot. Edhe të duket pak këto që ke marrë thot nga Beogradi Pashalleku e njerëz objektiv. Po kam po studiuesit shkencëtarë janë që bëjnë të njëjtën politikë me politikanin. Po ka ndonjëherë që shkenca është më e vërtetë se politika më. Është më ato që duam të bëjmë ne zoti për të nxjerrë të vërtetë. Kjo është. Edhe ndonjë tjetër besoj, zoti Kela, regjisor të lodhën pak sot. Por ndoshta takoni falënderim shumë i madh me qim. Po, u zgjatëm mbaruam. Do ta mbyllim. Nuk e di kemë. Më duket se s'kem. E lëm për radhës tjetër. E lëm për radhës tjetër, dakor. Të nderuar miq, ky është emisioni jon për sot. Duke ju uruar çdo të mirë, ju urojmë të mirë shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim. Mirupafshim.